Në ambientet e komunës së Tetovës u mbajt një forum me temën Nevojat e qytetarëve të komunës së Tetovës në sferën e mjedisit jetësor, organizuar nga Multikultura, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të institucioneve publike, shoqërisë civile, si dhe qytetarë të interesuar për të ardhmen e mjedisit tonë të përbashkët. Vlerësojmë këtë organizim dhe mundësinë për debat të hapur, sidomos për përfshirjen e sektorit civil dhe të shoqërisë civile, pasi vetëm të bashkuar dhe të mobilizuar mund të ndërtojmë një qytet më të pastër, më të gjelbër dhe më të jetueshëm, njoftuan nga shoqata Multikultura. Është një projekt që i financuar nga Shoqëria e Hapur Soros, projekti Multikulturës, i cili ka pas deri tani shumë aktivitete, duke filluar nga forumet dhe faktikisht kemi pas seminar për zhvillimin e kapaciteteve të sektorit për mjedisin në komunën e Tetovës. Gjithashtu kemi edhe iniciativë për themelimin e një sektorit veçantë për mjedis dhe energji. Besoj që këto aktivitete nuk do ndalen të ardhmen dhe do të kemi edhe kampanjën e cila do të jetë online kampanja, do përfshin edhe mediumet lokale. Gjithashtu, qëllimi kryesor është që të identifikojmë problemet e qytetarëve dhe të ngrisim vetdijen e mjedisit jetësor. Kjo nismë është një hap konkret drejt një partneriteti të nevojshëm mes institucioneve dhe qytetarëve, ku secili e merr përgjegjësinë e vet, theksuan organizatorët. Në këtë forum i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, përfaqësues të shoqërisë civile, nga shoqata e pensionistëve, aktivistë nga sfera të ndryshme e kështu me radhë.